Agjencia Menaxhimit të Emergjencave ka bërë të ditur se gjatë vërshimeve të fundit të muajit janar ka intervenuar në 196 raste, ndërsa janë evakuuar 42 persona. Sipas AME-s, situata ka prekur disa komuna të Kosovës, më së shumti Malishevën, Gjakovën, Klinën, Junikun, Drenasin, Skenderajin, Mitrovicën, Suharekën, Gjilanin dhe Prishtinën. Drejtori ekzekutiv i AME-s, Shefki Abdullahu, në një konferencë për media, është shprehur se ekipet e specializuara në bashkëpunim me Zjarfiksit, Forcën e Sigurisë së Kosovës, Policinë e Kosovës dhe Shoqatën për Kërkim Shpëtim kanë realizuar mbi 1000 raste të koordinuara, përfshirë thithjen e ujit me pompa të kapacitetit të lartë dhe intervenime teknike. Abdullahu thekson se mungesa e mirëmbajtjes së lumenjve, deformimi i shtretërve pas luftës dhe hedhja e mbeturinave kanë rritur ndjeshëm rrezikun e vërshimeve, duke shtuar se çdo lum në Kosovë është i degraduar dhe kërkon mirëmbajtje urgjente. AME ka nxjerrë edhe rekomandime, të cilat përfshin pastrimin dhe mirëmbajtjen e rregullt të lumenjve, monitorimin e zonave me rrezik të lartë, ndalimin e ndërtimeve në zona të rrezikuara, forcimin e kapaciteteve të reagimit në emergjencë, si dhe rritjen e vetëdijësimit të qytetarëve dhe të sistemit të paralajmërimit të hershëm.